Fituesi i shtëpisë më të famshme në Kosovë, Drilon Rama ka angazhuar një avokat për të ndërmarrë masa ligjore kundër finalistes Gjeneta Fetau pas publikimit të disa incizimeve private mes tyre. Sipas menaxherit të Drilonit Fisnikut, publikimi i këtyre bisedave ka dëmtuar imazhin dhe dinjitetin e tij, ndaj kanë angazhuar avokatën Bedri Rexhepi për të ndjekur çështjen. Nga ana tjetër, Gjeneta pretendon se publikimi i këtyre regjistrimeve ishte një akt mbrojtës, pasi ajo është ndjerë kërcënuar nga Driloni dhe menaxheri i tij. Ky konflikt ka ndezur debate të shumta në rrjetet sociale me ndjekësit të ndarë në mbështetje të njërës apo tjetrës palë, ndërsa pritet të shihet se si do të vijojë kjo çështje në aspektin ligjor. Pas publikimit të disa videove të paautorizuara që dëmtojnë imazhin dhe etikën e Drilonit, kemi angazhuar avokatën Bedri Rexhepi për të ndërmarrë vendimet e duhura ligjore. Jemi duke punuar për mbrojtjen e të drejtave dhe dinjitetit të tij. Shihemi shpejt. Ishte postimi që ripublikoi Drilon Rama në rrjetin e tij social Instagram.